Na ishte njëherë, në një fshat të qetë me skodrash të buta dhe arash me lule dielli, një plak e varfër. Ajo nuk kishte asgjë në këtë botë, vetëm një shtëpi të vogël, një shall të ngrohtë për dimër dhe një gjel të zgjuar dhe të dashur. Gjeli nuk ishte i zakonshëm. Ai kishte penë të ndritshme, sy të shkathët, një zë të gëzuar që i honte çdo mëngjes nëpër fshat. E mbi të gjitha, ai ishte i mençur dhe besnik ndaj zonjës së tij. Një ditë, plaka e dërgoi Gjelin për të gjetur diçka për darkë. Nuk kam asgjë në dollap, shërëtiu ajo. Shko kërko diçka po glushi im, ndoshta gjen ndonjë gjë. Gjeli tundi kokën i lumtur, pastaj u nis drejt fushës aty pranë. Gërmonte, derisa tink, sepi i tij preku diçka të fortë. Ai hodhi syt në tokë dhe aty ndodhi një buton diamanti që shkëlqente si një yll i rënë nga qielli. Aha, tha Gjeli, kjo mund t'i vlej zonjës time një darkë të mrekullueshme. Kështu që e mori butonin dhe u nis plot krenari drejt fshatit për t'ia treguar kryetarit. Por pa arritur ende, karroca mbretërore zhurmoi në rrugë. Ajo ndaloi me një kërcitje dhe jashtë doli vetë mbreti lakimtar. Qa është ajo që shkëlqen në qësjepin tënd? Pyeti mbreti. Është një buton diamanti, tha Gjeli krenarisht. E gjeta dhe po e çoj për të ndihmuar zonjën time që është e varfër. Por sytë e mbretit u mbushën me lakmi. Një diamant i përket mbretërisë. Roja, kapeni, përkiti ai. Dhe ashtu, Gjeli u kap dhe u çon në ballatin mbretëror dhe butoni i diamantit ju rrëmbye nga sqepi. Tani shumica e gjelave do ishin dorëzuar, por jo ky. Po atë natë, ndërsa Ana ndriçonte çatin e pallatit mbretëror me dritë argjendi, Gjeli i mençur u fut fshehurazi nga dritarja e kuzhinës dhe marshoi drejt dhomës së fronit, ku mbreti po ngazëllehej me diamantin. Kthema butonin e diamantit, kakariti Gjeli. Mbreti qeshi. Hidheni në pus, urdhëroi. Le të mbytet. Dhe kështu rojat e hodhën Gjeli në pusin e pallatit mbretëror. Por heroju i vogël kishte një sekret. Hapi sqepin dhe thiri. Pi barku im, pi, dhe ja barku i tij u fry ndërsa pinte ujin e pusit derisa e thau atë tërësisht. Pastaj, me një hop fluturim, doli nga fundi i pusit, i lagur por i gjallë, përpara mbretit të habitur. Kthema butonin e diamantit, kakariti ai. Tani, mbreti ishte tërbuar. Hidheni në zjarr. Gjeli u hodh në xhakun e madh të pallatit mbretëror. Flakët e rrethuan, por ai të rriti sërish, nxirre barku im, nxirre! Dhe gjithë uji që kishte pirë nga pusi shpërtheu jashtë, duke shuar zjarrin me një shh të madhe dhe duke lagur gjithë dhomën nga dyshemeja në tavan. Mbreti, tani i lagur dhe duke u kollitur, u skuq nga inati. Mbylleni në dhomën e thesarit, le të mbulohet nga floriri dhe të mos dalë më kurrë. Kështu, Gjeli u hodh në dhomën më të thellë të kështjellës, një vend i mbushur me ar, argjend dhe gur të çmuar. Dhe aty, në një kup të artë mbi një astë kadife qëndronte butoni i diamantit. Gjeli e mori, e fsheu nën krah dhe tha thirrjen e fundit. Fluturo, krahu im, fluturo, dhe me një të rrahur të fortë të krave, ai fluturoi nëpër shkallë, jashtë portave të kështjellës dhe mbi kodrat deri në shtëpi. Kur spriti pranë shtëpisë së vogël të plakës, ajo vrapoi për ta përqafuar. O, Gjeli im i mençur, thiri ajo. Ai hodhi butonin e diamantit në duart e saj dhe tha me krenari. Tani mund të ham si mbretëresha dhe të flem në paqe. Plaka e shiti butonin dhe fitoi aq shumë ar sa për të jetuar në rati gjithë jetën. Ajo bleu fara, batanie, ndihmoi qinjet dhe u sigurua që Gjeli i saj të kishte kokrat më të mira dhe një vend të ngrohtë pranë zjarrit. Dhe mbreti, thuhet se ai kur nuk mbajti më diamant nga frika se mos ndonjë kafshë e mençur do të vinte për ta marrë. Dhe kështu, Gjeli dhe zonja e tij jetuan të lumtur për herë, duke treguar se mençuria dhe besnikëria mund të ndriçojnë më shumë se çdo diamant.